Edi e vëren nga larg se Dolce po përgatitet për të dalë për një javë në Grande Fratello, dhe në momentin që e kupton këtë, fytyra e tij ndryshon menjëherë. Ai nuk e pëlqen as pak idenë që ajo do të largohet nga shtëpia, qoftë edhe për pak kohë, dhe xhelozia fillon t'i ngrihet pa e fshehur dot. Edhe pse mundohet të tregojë qetësi para banorëve të tjerë, është shumë e dukshme që ai po përjeton një lloj pasigurie. Dolce i thotë se është vetëm një javë, se nuk po shkon për të bërë asgjë të gabuar dhe se është pjesë e lojës. Por kjo nuk e qetëson plotësisht Edin. Ai fillon t'i bëj pyetje të shumta, si po pse duhet të shkosh? Po me këdo rish? Pse s'na lajmëruan më herët? Duke treguar qartë se nuk ndihet rehat me largimin e saj. Në momente të ndryshme, ai afrohet Dolces dhe i thotë se ka frikë se mos diçka ndryshon gjatë asaj jave, ose se mos ajo shijon kohën jashtë dhe haron lidhjen që po ndërtojnë brenda. Dolce mundohet ta qetësojë duke i thënë se nuk ka arsye të dyshojë te ajo dhe se do kthehet patjetër pas një jave, por Edi vazhdon të duket i tensionuar. Ndërkohë, banorët e tjerë e vënë re xhelozinë e tij dhe disa madje fillojnë të komentojnë se Edi është bërë tepër posesiv dhe i ndikuar emocionalisht. Ai përpiqet t'i injorojë, por në fytyrën e tij duket qartë shqetësimi. Sikur nuk ka kontroll mbi emocionet e veta, Dolce e siguron sërish se largimi është i përkohshëm, por Edi ende ecën nervoz rreth shtëpisë, duke menduar se si do të përballojë gjithë këtë javë patë. Një javë që për të duket shumë më e gjatë se sa është në të vërtetë.